Mirë, do të flasim tani më gjërësisht për zhvillimet kryesore të ditës, sigurisht do ta nisim këtë edicion informativ me një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Klodiana Lala për të folur lidhur me një ngjarje hetim të Spanku, të mbështetur në të dhënat e aplikacionit të Sky ECC, ku është zbardhur detaje tronditëse mbi rrëmbimin, vrasjen dhe fshehjen e kufomës së Klevis Leshit në gusht të vitit 2020. Në qendër të dosjes ndodhet Aurel Hoxha, biznesmen dhe pronar lokalesh në Tiranë, shpallur në kërkim për porositjen e vrasjes për gjatë. Lidhem tani me Klodiana Lala, ne kam në lidhje të drejtë për të na sjellë të tjera detaje sa i takon këtij hetimi. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Ina. Është një hetim i nisur nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në muajin shtator të këtij viti, mbi bazën e të dhënave të ardhura nga autoritetet franceze pas zbërthimit të aplikacionit të koduar Sky ECC. Nga hetimet e Prokurorisë Posaçme ka rezultuar se vrasja e Klevis Leshit në vitin 2020 në zonën e Burrelit, pra ku rrëmbye dhe më pas u zhduk pa gjumë për disa muaj me radhë, është urdhëruar nga një grup i strukturuar kriminal i drejtuar nga Aurel Hoxha alias Kolaveri, pronari disa kompanive dhe lokalit monopol në zonën e Myslimshyrit. Hetuesit kanë arritur në përfundimin se Klevis Leshi është vrarë për motive gjakmarrje, pasi kushëriri i tij Arben Leshi në vitin 2012 në Britaninë e Madhe ka ekzekutuar dhe më pas djegur Agim Hoxhën, vëllain e Aurel Hoxhës, për shkak të përplasjeve në trafikun e kokainës. Në shenjë hakmarrje për vrasjen e të vëllait, Prokuroria e Posaçme thotë se Aurel Hoxha alias Kolaveri krijoi një grup të strukturuar kriminal dhe vijoi sagën e gjakmarrjes dhe hakmarrjes mbi familjen tjetër Leshi, e cila deri më tani ka humbur, pra janë vrarë apo zhdukur 5 pjesëtar të saj. Nga hetimet dhe zbërthimi të dhënave në Sky ECC rezulton se Aurel Hoxha alias Kolaveri ka paguar shtetasin Sabah Nuzi me shumën prej 50.000 eurosh për të kryer ekzekutimin e Klevis Leshit. Klevis Leshi u mor peng në Burrel në gusht të vitit 2020 dhe më pas u gjet disa muaj më vonë, eshtrat e tij pra u gjetën disa muaj më vonë në një fshat të Kurbinit nga një banor i zonës. Hetimet në ato kohë flisin për një sakt të gjatë hakmarrje dhe gjakmarrje, por provat mungonin e tashmë nga zbërthimi i Sky ECC-s janë zbuluar dhe të dhëna që hedhin dritë mbi këtë ngjarje. E me gjas mund të zbardhin edhe ngjarjet e tjera, sikurse janë vrasja e babait të Klevis Leshit, të Gjavit Leshi, gjajait të tij Hajredin Leshi, zhdukjes së kushëririt të tij Artan Leshi, për fatin e cilit nuk dihet asgjë që nga viti 2019, e ngjarja më e fundit e ndodhur në burgun e sigurisë të lartë në Peqin, ku e ekzekutua Arben Leshi, autori i vrasjes së ndodhur në Britaninë e Madhe në vitin 2012. Në rastin e Arben Leshit, ekzekutori është i dënuari tjetër, Sokol Mjacaj, por prokuroria është duke hetuar sa u përket të financuesve dhe urdhëruesve. Nga ana tjetër, duhet theksuar se nga zbërthimet e aplikacionit të koduar Sky ECC ka rezultuar se Aurel Hoxha alias Kolaveri ka krijuar një grup të strukturuar kriminal me qëllim pastrimin e parave që vinin si produkt i veprimtarisë së paligjshme të trafikut të kokainës nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian apo edhe Shqipërisë. Sipas hetimeve të prokurorëve të Posaçme, rezulton se ai kishte bërë pjesë persona të ndryshëm në këtë grup të strukturuar kriminal të trafikut të kokainës dhe pastronte paratë. Në këtë kuadër janë shpallur në kërkim disa persona, njëri prej tyre Samet Loka ka përfunduar në pranga në aksionin e ndërmarrë ditën e sotme. Në total, për ta përmbyllur Ina, sa i përket vrasjes së Klevis Leshit, janë hedhur 4 urdhër arreste, 2 prej të cilëve janë ekzekutuar, ndërkohë që Aurel Hoxha alias Kolaveri është shpallur në kërkim, e po ashtu është shpallur në kërkim edhe një familjar i tij. Vetëm pak minuta më herët nga policia e shtetit më është konfirmuar se gjatë kontrolleve të kryera ditën e sotme në zonën e Freskut të Kamzës, por edhe në zonën e Mamurasit, në një nga ambientet në pronësi të Aurel Hoxhës alias Kolaverit, është zbuluar edhe një call center, çka do thotë rëndon edhe më shumë pozitën e tij. Fokusi i prokurorëve të Posaçme mbetet tashmë tek zbardhja e 4 ngjarjeve të tjera të rënda të ndodhura në familjen Leshi, ku 3 prej pjesëtarëve të tjerë janë vrarë e një tjetër rezulton i zhdukur pa gjumë prej vitesh me radhë. Shumë e qartë, Klodi, faleminderit për detajet. Faleminderit juve.